إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falëndrimet, madhrimet janë vetëm për Zotin xhalleshanehu. Atë falënderojmë prej Tij, ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, në rrugën islame, nuk ka kush e largon prej saj. Dhe kushdo I cili për veten e tij ka zgjedhur të largohet edhe të devijohet nga kjo rrugë e bukur, nuk ka kush që udhëzon përveç Allahut fuqiplot. Allahu është udhëzuesi dhe orientuesi I njerëzve. Ai është I cili I hap zemrat dhe I mbush me besim dhe I orienton njerëzit tek e mira. Prandaj falenderojmë Allahun, elhamdulillah, I cili na ka udhëzuar dhe na ka orientuar. Dhe I lutemi Allahut që të ndamaj të fortë deri në fundin e jetës në këtë rrugë. Dhe të na marrë shpirtin duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dëshmojmë dhe të kërkojmë se s'ka zot tjetër përveç Allahut, një të vetëm pa shok, krijues dhe sundues deri në ditën e gjykimit. Po ashtu dëshmojmë dhe të kërkojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam është rob dhe I dërguar I Allahut I fundit, I cili e përmbylli me sukses shpallën hyjnore, e çoi në vend amanetin që I ngarkoi Zoti xhaleshanuhu. Allahu në ajet Kur'anit drejtohet gjithë besimtarëve musliman ku thotë: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun në një frikë të sinqertë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman të bindur ndaj Allahut fuqiplot. Po ashtu Allahu I drejtohet mbar njerëzimit nëpërmjet Kur'anit famëlart, kësaj drite hyjnore, këtij udhëzimi hyjnor, ku thotë: O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi nga një vete, nga Ademi alayhis salam, dhe nga I krijoi palën e tij Havan, dhe nga këto dy ushtun shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun në emrin të cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore dhe vllazërore mes jush, se me të vërtetë Allahu është mbi këqyrës mbi ju. Vëllezër dashur, falenderojmë Zotin I cili na e bëri të mundur të arrijmë këtë ditë të madhe, ditë xumaje, e cila është dita më e mirë e javës, është festa javore për besimtarin, dhe I lutemi Allahut që na mësoj të bëjmë sa më shumë vepra të mira. Inshallah për disa momente do flasim për pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, I cili është shembulli më I mirë për të gjithë njerëzit dhe veçanti për gjithë besimtarët musliman. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wassalam është shembulli më I bukur dhe më I përkryer për mbar njerëzimin. Profeti jon alayhi salatu wassalam është shembulli më I mirë në çdo fushë të jetës, si në jetën sociale, si në marrëdhëniet me njerëzit, si në marrëdhëniet me Zotin xhaleshanuhu. Ai është një shembull I përkryer në të gjitha dimensionet e kësaj bote. Në Kur'anin famëlar Allahu ka përmendur qartë pejgamberin alayhis salatu wassalam, I cili është shembulli më I mirë dhe më I përkryer për njerëzit, sidomos për ato njerëz që e besojnë Allahun dhe duan Zotin xhaleshanuhu dhe ditën e fundit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam Muhamedi është shembulli më I mirë që duhet të ndjekur nga çdo besimtar në lidhje me Zotin xhaleshanuhu dhe në lidhje me marrëdhëniet me njerëzit. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'anin famëlar, në surën Ahzab, ajeti 21, ju keni në të dërguarin e Allahut, pra në Muhammed alayhis salam, shembullin më të mirë për atë që shpreson tek Allahu dhe tek dita e fundit,
dhe për ato njerëz që e përmendin Allahun xhaleshanuhu shumë. Si shpjegohet kjo? Pra si e kemi shembull ne pejgamberin selam në lidhje me Zotin xhaleshanuhu dhe në lidhje në raportet njerëzore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shembulli më i mirë për besimin e tij të madh dhe të lartë dhe të pastër që kishte dhe për adhurimin e përkryer që bënte ndaj Zotit xhaleshanuhu. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam falej shumë për Allahun xhaleshanuhu. Pejgamberi i Zotit agjeronte shumë për Allahun xhaleshanuhu. Pejgamberi i Allahut Muhammed alayhis salam lutej me përkushtim dhe për ulësi ndaj Zotit fuqiplot. Ai tregoi se si duhet të jetë lidhja e njerëzve me Zotin e madhruar. Shembulli më i mirë se si mund ta besojmë Zotin, si mund ta adhurojmë Allahun, si mund t'i lutemi Zotit, si mund të jemi të përkushtuar ndaj Allahut fuqiplot, është vetëm shembulli i Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. Muhammed alayhis salam ishte shembull për ne, për moralin e tij të lartë dhe për sjelljen e tij të mrekullueshme dhe të pazëvendësueshme me asnjë tjetër. Allahu xhaleshanuhu e ka lavdëruar moralin e tij nëpërmjet Kur'anit famëlar ku ka thënë: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Vërtet ti o Muhammed, je në një shkallë të lartë të moralit njerëzor. Askush nuk mund t'ja kaloj pejgamberin alayhis salam në moralin e tij të madh dhe të bukur. Ai ishte më i moralshëm, ai ishte më i sjellshëm, ai ishte më i edukuar. Ishte i butë me njerëzit. Ishte i drejtë me të gjithë njerëzit. Ai falte njerëzit, i toleronte shumë ato për gabimet që bënin. Ishte i mëshirshëm me të gjithë njerëzit, madje ishte i mëshirshëm dhe i respektonte edhe ato njerëz që e kishin ofenduar dhe e kishin sharë. Ky ishte morali dhe sjellja e këtij burri të madh, të pejgamberit ton të dashur Muhammed alayhis salam. Morali i tij ndriçonte të gjithë vendin, sjellja e tij reflektonte në të gjithë vendin. Muhammed alayhis salam ishte shembull në marrëdhënie shoqërore me njerëzit. Ai ishte një burr i mirë në familjen e tij. Ai ishte një baba i kujdesshëm dhe i dhimbshur për fëmijët e tij. Ai ishte një udhëheqës i drejtë për shtetin e tij që krijoi. Ai ishte një mik i sinqert me njerëzit e tjerë. Ai ishte një besnik i çmuar. Ai ishte njeriu më i sinqert me njerëzit, më i drejti. Kështu njerëzit mësojnë se si duhet ta ndërtojnë shoqërinë mbi drejtësi dhe dashuri. Ndërtimi i një shoqërie të drejtë, ndërtimi i një shoqërie të pastër, do të ngrihet vetëm duke ndjekur shembullin e Muhammed Mustafa alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ishte shembulli më i mirë për durimin që kishte dhe për sakrificën e tij të madhe që bënte. Ai përballoi talljet dhe ofendimet që i bënin njerëzit. Ai përballoi luftrat të ndryshme. Ai përballoi uri dhe vështirësi të ndryshme, por kur nuk u dorëzua nga misioni që i ngarkoi Zoti xhaleshanuhu për ta përhapur fenë islame dritën e Allahut fuqiplot. Kjo është një udhëzim për çdo besimtar që përballet me probleme të ndryshme në këtë botë, që të mos heqë dorë kurrë nga e vërteta dhe nga e mirë dhe nga morali dhe nga sjellja. Normalisht besimtari do të ketë vështirësi, do të ketë halla, do të ketë probleme, por duhet të ndjekim shembullin e Muhamedit alayhis salam, i cili kishte akoma më shumë probleme dhe kur nuk u tërhoq nga misioni i mirë dhe nga fjala e mirë, nga sjellja e mirë me njerëzit. Profeti alayhis salam i vlerësonte njerëzit të gjithë. Ai jetonte mes tyre dhe bënte një jetë të ngjashme me to. Ai përshëndeste të gjithë me selam, duke i thënë selamu aleikum wa rahmatullah. Lutej për ata duke thënë paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi ju. Pra ai jepte i pari selamin. Nuk ishte mendje madh që po preste me flasin tjerë. I pari u fliste njerëzve. U jepte dorën i pari dhe i pyeste rreth shëndetit dhe gjendjes së tyre familjare apo shoqërore apo shëndetësore. Dëgjonte me kujdes fjalët që i thuheshin dhe nuk e kthente kokën në drejtim djathtas apo majtas, por e shikonte tjetrin në sy kur fliste.
Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu, sahabiu i madh, tregon kështu për veçoritë e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, duke thënë kur profeti alayhi salatu wasalam takohej dhe fillon të fliste me dikon tjetër, ai nuk e kthente kokën derisa përballë tij ta kthente ai i pari. Kur takohej me dikë dhe jepte dorën, nuk e tërhiqte dorën derisa tjetri ta hiqte dorën. Kur ulej me shokët e tij, nuk i shtrinte këmbët, por rrinte me modesti dhe me thjeshtësi, me respekt dhe me moral ndaj tjerëve. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. I takonte njerëzit, u fliste njerëzve, i pyeste ato për hallet dhe problemet, i dëgjonte ato të flishin deri në fund, i shikonte ato në sy dhe nuk e kthente kokën djathtas apo majtas. Ja jepte dorën njerëzve dhe nuk e largonte dorën derisa ato ta largonin, për shkak të respektit, për shkak të dashurisë që kishte ndaj tyre, për shkak të dhimbshurisë që kishte ndaj tyre, për shkak të moralit të lartë dhe sjelljes së lartë që kishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ishte njeriu me fytyrën më të buzëqeshur në rrugën toksor dhe i nxiste edhe shokët e tij që të ishin me fytyrë të buzëqeshur, me fytyrë të ëmbël, me fytyrë të dashur ndaj tjerëve. Një buzëqeshje në fytyrën e vllait tënd musliman, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është një sadaka. Sjellja e mirë me muslimanin është sadaka. Fjala e mirë me muslimanin është sadaka. Buzëqeshja në fytyrën e vllait tënd musliman është sadaka. Nuk duhet të nënvlerësojmë asnjë lloj mirësie, qoftë ajo edhe një buzëqeshje e vogël ndaj fytyrës së vllait tënd musliman, sepse ai do të kesh shpërblim të madh tek Zoti xheleshanu. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ka kaluar shumë momente të dhimbshme gjatë kësaj jete, shumë sprova dhe shumë të lasha dhe shumë probleme. Madje mund të thuhet se nuk ka pasur problem apo sprov që nuk e ka rënë Muhammed alayhi salatu wasalam. Por ai kurr nuk hoqi dorë nga e mira, nga vërteta, nga besimi. Ndaj dhe themi që kishte përjetuar të gjitha llojet e mërzisë. Megjithatë ai bashkë me hidhrimin, gjithnjë kishte një buzëqeshje të ëmbël në fytyrën e tij që reflektonte tek njerëzit. Askush nuk e kuptonte se çfarë hallesh dhe problemesh kishte Muhammed Mustafa alayhi sallam, për shkak se buzëqeshja e tij tek fytyra e vllait musliman ishte aq e mirë dhe e ëmbël sa njerëzit mendonte që ky nuk ka asnjë lloj problemi. Kjo ishte merita e madhe që i përket vetëm pejgamberit Muhammed alayhi sallam. Ka shumë ajete kuranore që flasin për vlerën e këtij njeriu të madh, për vlerën e këtij pejgamberit të madh. Ajo është Sayyidul Mursalin. Ajo është zotëria i të gjithë njerëzve, madje zotëria i të gjithë pejgamberëve të Allahut xhaleshanu. Pejgamberët e Zotit janë njerëz të zgjedhur të Allahut, por më i zgjedhur ndaj tyre është Muhammed Mustafa alayhi sallam. Sa me fat jemi ne që jemi umeti Muhammed alayhi salam. Sa krenar duhet jemi ne që jemi umeti Muhammed alayhi salam. Por njëkohësisht duhet ta ndjekim rrugën e tij, duhet ta ndjekim shembullin e tij të bukur dhe të lartë. Ka dhe shumë hadithe, fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për vlerën e tij të madhe. Siç e përmendëm tek morali i lartë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po ashtu edhe një hadith thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë jam dërguar vetëm që t'i përsos moralet e larta. Kjo tregon se qëllimi i dërgimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që njerëzit të kenë shembull në moral, në sjellje, në të tjerët ta kenë Muhamedit alayhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shembull në mirësjellje me familjen e tij. Ka thënë pejgamberi i Zotit alayhi wasallam, më i miri prej jush o musliman, është ai i cili është më i mirë me familjen e tij, dhe unë jam më i miri me familjen time. Pa më thoni çfarë vlere do ketë një musliman që është i sjellshëm këtu me njerëzit e tjerë, por në familjen e tij nuk sillet mirë. Nuk i edukon siç duhet, nuk i flet siç duhet, nuk i respekton fëmijët, nuk i respekton gruan, nuk i respekton babën dhe nanën. Çfarë vlere ka ky njeri kur sillet mirë me shokët? Sjellja e mirë dhe e parë duhet të jetë me familjen tënde. Sillesh mirë me gruan, me fëmijët, me babën, me nanën. Ai është muslimani më i mirë, i cili sillet më mirë me familjen e tij, pastaj kalon në rend të dytë me miqt, me shokë dhe të tjerë. Pejgamberi sa ishte shembull në dhimbshuri,
edhe në mëshirë. Pejgamberi sa më ka thënë, mëshironi ato që janë në tokë, që t'ju mëshiroj Allahu, ai i cili është në qiell. Duhet të tregojmë dëmshuri, mëshirë, respekt ndaj njerëzve në mënyrë që Allahu i madhruar na mëshirojë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shembull në thjeshtësi, ishte shembull në modesti, në përulësi. Ai ka thënë sallallahu alaihi wasallam, unë jam vetëm një shërbëtor, prandaj ha siç hajnë shërbëtorët, edhe ulen dhe rri siç rrinë shërbëtorët. Kjo tregon se edhe pse ishte një pejgamber i zgjedhur i Allah, edhe pse ishte një udhëheqës i lartë shtetëror, ai përsëri rrinte me thjeshtësi, ulej me përulësi dhe rrinte njësoj si të gjithë njerëzit e tjerë. Ai ishte shembull në durim dhe në falje. Ishte njeriu më i duruar, ishte njeriu që falte shumë të tjerë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë ka thënë? I fortë nuk është ai i cili e mund tjetrin në luftë apo fizikisht, por i fortë është ai që e përmban veten kur është i zemëruar. Njeriu i fortë është ai i cili e përmban veten kur është i zemëruar dhe nuk e dëmton tjetrin. Nuk është i fortë ai që të mund fizikisht. Pra, të gjitha këto hadithe plotësojnë kuptimin e ajetit kuranor që tham që Zoti thotë që pejgamberi është shembull për ju. Profeti sallallahu alajhi wasallam është shembull për ne në të gjitha aspektet e jetës. Pra është shembull për ne si një besimtar më i mirë tek Allahu xhaleshanu. Është shembull si një burr më i mirë. Është shembull për ne si miku më i mirë për të tjerët. Është shembull për ne si udhëheqësi më i mirë. Dhe është shembull për ne si njeriu më i thjeshtë dhe më i zakonshëm. Sahabët e tij, shokët e tij, e kanë marrë atë si shembull në të gjitha fushat e jetës dhe e kanë respektuar në maksimumin e tij. Omer radhiyallahu anhu ka thënë, profeti alayhi salatu wasalam ishte njeriu më i guximshëm nga ne. Ai ishte njeriu më bujar dhe më i dashur tek Allahu xhaleshanu. Ai e përshkroi pejgamberin selam me guximin e lartë, me bujarinë e madhe dhe me dashurinë e madhe tek Zoti xhaleshanu. Uthman radhiyallahu anhu ka thënë, profeti alayhi salatu wasalam ishte njeriu më i butë dhe më i sjellshëm që kam parë ndonjëherë. Po ashtu Aliu radhiyallahu anhu ka thënë, kush e shihte pejgamberin alayhi salatu wasalam, ndjente një respekt të thellë për të. Kush shoqërohej me të, e donte atë me gjithë zemër. Kur nuk kam parë para ti dhe pas ti njëri që tjetë sikur Muhamedi alayhi salatu wasalam. Aliu radhiyallahu anhu e ka përshkruar atë si personalitet që bashkonte madhështinë dhe dashurinë njëkohësisht. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, që ka shërbyer për 10 vjet rresht tek shtëpia e Muhamedit alayhi salatu wasalam. 10 vjet i ka shërbyer Muhamedi alayhi salam. Çfarë thot ky Enes ibn Maliku për Muhamedit alayhi salatu wasalam? Për 10 vjet rresht sa i kam shërbyer Muhamedit alayhi salatu wasalam, kur nuk më ka thënë uf, çfarë bëre more. As nuk më ka thënë për diçka që e kam bërë, pse e bëre kështu, dhe as për diçka nuk më ka thënë pse nuk e bën. Pra profeti sallallahu alajhi wasallam ishte shembull i durimit dhe i butësisë në përditshmëri. Kur nuk e kritikoi Enes ibn Malikun. Kur nuk i tha pse bën kështu apo pse nuk e bëre. Imam Maliku radhiyallahu anhu ka thënë, tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam është si ania e Nuhut alayhi salam. Kush hipi në të u shpëtua dhe kush nuk hipi në të u mbyt. Pra ky është një krahasim fuqishëm që tregon se marrja si udhërrefyes dhe si shembull pejgamberit alayhi salatu wasalam është shpëtim këtë botë dhe në botën tjetër. Kush e don pejgamberin alayhi salam, kush e respekton atë, kush e ndjek rrugën e tij, kush e merr shembull atë në të gjitha fushat e jetës, ai është i shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Zot na ruaj. Kush e refuzon, ai ka humbur veten e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Gazaliu radhiyallahu anhu ka thënë, profeti alayhi salatu wasalam është shembulli më i përsosur në moral. Dhe kush do të arrijë tek Allahu xhaleshanu, duhet të eci në rrugën dhe në gjurmët e tij. Alayhi salatu wasalam. Sa më fat jemi që kemi këtë pejgamber të madh të Zotit xhaleshanu.
këtë njeri të moralshëm, këtë njeri të sjellshëm, këtë njeri të edukuar, këtë njeri që me sjelljen e tij dhe me moralin e tij udhëzoi njerëzit në fenë e Allahut xhaleshano. Ibn Taymija rahimullah ka thënë, Allahu e bëri Muhamedit alayhis salam shembull për të gjithë robërit e tij në çdo lloj gjendje, në durim, në falje, në adhurim dhe në sjellje. Imam Neveviu radhiyallahu anhu ka thënë, hadithet që përmendin moralin dhe botësinë e pejgamberit alayhis salam janë të panumërta. Ai është modeli më i lartë që duhet ndjekur nga njerëzit. Ibn Qayyim al-Jawziyja ka thënë, profeti alayhis salam ishte njeriu më i plot në të gjitha anët e tij, më i plot në trupin e tij, më i plot në moralin e tij, më i plot në mendjen e tij, më i plot në fjalët që fliste dhe në veprat që bonte. Ai është shembulli i përhershëm për mbar njerëzimin. O Allah, na udhëzo, na oriento, ta marrim si shembull Muhamedit alayhis salam, ta marrim si udhërrëfyes Muhamedit alayhis salam në mënyrë që të shpëtojmë këtë botë dhe në botën tjetër. Shpëtimi i vetëm vëllezër është ndjekja e Muhammed Mustafa alayhis salam. Ndjekja rrugës së tij, ndjekja e shembullit të tij ka për na shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër. O Allah, na udhëzo, na oriento dhe o Allah na mëso që të jemi në shoqërinë e pejgamberit selam në xhennetet tuaja të larta. Amin ya rabbal alamin. Ala in ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullah malikil aziz al-alam. كما قال تعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا